pëlqejnë shumë, për shkak se kur i postoj nuk e mendoj që dikush ka me komentu ose dikujt ka me pëlqy një video, po zakonisht kur marr komente pozitive kam qatë ndjenjen që okej, edhe këta e ka njëjtësion. Nuk është që rri shumë TikTok, nuk është që i di trendet. Ka njëherë kur bjerë me punu me në klient që kanë qef me vazhdu me trende për shkak se janë enë ose diçka, e kam shumë problem se ata i din shumë mirë, une që mirëna me marketing, me TikTok nuk di. Po zakonisht e kam qëta që që kam pëlqen që ato e qes, e trendet nëherë nëse m'dalin, por nuk është që nuk i shoh, po, edhe nuk më shkojnë, në sensin që e kom pa veç perspektivën tem, po tash e shoh mamin, e shoh babin, e shoh vllaun, motrën, se cilin familjar që janë, edhe ja u shoh edhe sfidat aty edhe e di që okej, krejt pas kanë rrjedh prej diçkafit. Po çka është mas interesante është që e shoh që çdo sen tash ti e din që lidhet çdo çka jemi na sot, lidhet me fëminin, që na ka ndodhur, edhe me një farë mënyrë që na e sjellim që ato edhe në jetën reale. Kom vendosur në podcast me ftu njerëz të ndryshëm, të cilët kryesisht bojnë punë shumë të mira, cilat kanë impakt mirë në shoqëni, po njëkohësisht do thotë janë edhe fitim prurse, po unë konsideroj ndoshta si që nuk di shumë rreth tyre, që janë edhe punë jo shumë të vështira. Freelancing është puna aktuale që shumë të rinj e proklamojnë, e bëjnë edhe sipas gjitha gjasave dhe normalisht përfitojnë përderisa të gjithë janë me vrull të interesuar ta bëjnë këtë punë. Unë për ta diskutuar këtë temën e freelancing sot e kam të ftuar Arbesa Gashi. Përshëndetje Arbesa, mirë se erdhe. Përshëndetje Vlera, kënaqësi me qenë këtu. Kënaqësi është shumë për mua me dëgju zonin ton. Për shkak se unë sa herë, domethënë, e kam TikTokun, edhe nuk është kontentet e të rive, okej, shikoj, po kryesisht shikoj diçka psikologjike. Kur m'del ti, unë gjithmonë pavarësisht nëse është diçka shumë private e jotja, një udhëtim në diçka, unë pa shiku komplet nuk e te i kaloj. Po m'jen mirë, po m'jen shumë mirë, sidomos që po vjen prej teje ky vlerësim, për shkak se na edhe njihemi në anën e psikologjisë, në pjesën e trajnimeve, edhe po m'jen shumë mirë. Gjithsesi që kemi me dalë tash edhe të pjesa psikologjike, me pa pak atë, domethënë, çka e ka shtyr Arbet, cila punë është më e vështirë, a me qenë psikologe apo me qenë freelancer. Unë jem e bindur që freelancer është shumë ma lehtë, po e flasim. Para se me fillu bisedën Arbesa, po e shikojmë një klip të postimit të Arbesës në TikTok edhe kthehem e diskutojmë. Jam 50 mënyra me lonë të dashurin, po janë edhe ma shumë mënyra me urrit që shdohet. Dashtëm, kur t'i bojmë do vjetë me marë përgjithësi për vete, e pse mos mi paraprit që sa e mi hinrini që shdohet. Qa është taj një pashtë të kujtojt kër e mena një njeri triton, për mua është që qaj njeri ka punë. Zvarët për prendve mu mja për mbush nevojat bazike, po i mbrim bet. Për që ata sa një parë që mu m'ka një mu me him botën e të mdajve është kur kom him punë. E qysh me gjetë punë? Ka plet platforma që qesin punë çdo ditë, to janë nis prej këtyre që dosh me shku në zyrë në Kosovë deri te ato që janë komplet online. Nëse aprova aplika edhe në punë që s'pëlqejnë shumë. Babi jam thotë nuk është marrë me punu për 100 euro, po mos me punu heq. Kështu që aplika. Edhe nëse kërkosh nuk thirr për çdo sa, veç që ja ke nis me dy puni, bën që e bo pjesë të mëdhajve. Arbesa, video shumë natyrale edhe tamam qysh je ti. Më thonë pa egzagjerime që sot i shohim edhe realisht janë irrituese, pa të dasht me gjyku askënd, për shkak se secili vendos me u shfaq qysh don, po pëlqimet e mia dhe ajo që unë kisha që konsideroj që ja vlen të rinjët me ndjek, është një model i tillë real, natyral. Edhe me këshilla të mira, ç'me gjet punë. Çka të bën, çush e gjen, çush je kanalizon këtë content në çet treg të vrullshëm edhe të vrazh ndonjëherë? Me tregu drejt Vera nuk kam përgjigje, për shkak se nuk e di çysh ka rrjedh krejt që kjo edhe ku vin idetë ose diçka tjetër. Unë veç e kam një sen që diçka që unë kam qef me pa, kam qef edhe me bo.
edhe përderisa mu më pëlqen me pa qysh njerëzit tjerë ose jetojnë jetën, ose qysh ata e motivojnë veten, qysh me një mënyrë e drejtojnë jetën, edhe nëse kanë ra ku me ditën çfarë sfide, edhe gjithmonë mundona edhe unë me bot njëjtën. Po zakonisht motivi më vjen çaty për çaty, nuk është që e menoj ma herët ose diçka, po vjen prej një bisede, ose foli me dikan, tregon diçka, ose lexoj diçka edhe mandej veç thom, okay, ç'kjo kishte një ide e mirë edhe veç e realizoj. Po nuk është që e planifikoj ma herët ose thom, okay, ç'kjo kishte vlezë ose diçka tjetër, edhe bile sare kom bo që asi video që kom menu që, okay, ç'kjo sigurt ka me ecë, gjithmonë ka dalë kundër ta. Që ato spontane, që ato që janë unë, janë konë shumë ma, menaj që kanë ecë në sensin që njerëzit i kanë po që, okay, edhe një person ku ka të kalut njëjtën sen. Në këtë video, po edhe në të tjerat kom po, do më thonë një komplet mëngjes, pa make-up, pa diçka. Është sfiduse për shkak se vajzat e reja sot e kanë shumë sfidë këtë pjesë? Jo, për faktin se është interesant sa herë lyna ndreqna, jam gjithmonë të ngut, edhe nuk kam kohë kur me bo video. Edhe zakonisht edhe njerëzit më thojnë, qysh me thonë, live po lyshe ose po ndreqe, në video nuk ndreqesh, për qaj është se kur më vjen motivi, zakonisht jam në mëngjes, jam vetë, më vjen me pas hapësirën tem, po nuk është diçka që për mu s'paku nuk është temë në sensin që kisha dash me u dok ma mirë ose jo, menaj që na jemi qata sikur në TikTok, sikur në Instagram, sikur në çdo rrjet social, ose unë s'paku mundona me shfaq vetën taman qysh jam, jo, qysh nashta kisha dasht me konë. Aha, okay. Qysh kishe dasht me konë? Po nështë më lyp pak ma shumë më drejt, më vesh ma mirë. Po është po duhet me po ditën 30 orë. Bash. Për që ata të qysh tani thamë, okay, po vazhdoj me që temën, qka dhe që është fundit e mira e TikTok-ut është që nuk je, qysh me thonë, nëse set, ma e keqa që unë të ndodhë është veç mos me ecë video, sështë që ndodhë diçka ma shumë. Kështu që gjithmonë për që ata, okay, vjen motivi, e bëj një video nëse e shoh njerëzit ju pëlqen mirë, nëse jo, bile e di që veç, okay, herën tjetër ndroj diçka. Po, TikTok-u arbesa realisht ka njëherë gjykohet dhe është diskutu shumë. Gjykohet në kuptimin që çka po ofron. Po profili yt ka njëherë i jotje dhe i të tjerëve të cilët kanë profil të mirëfillt, që japin diçka që duhet, ma jep atë shpresën që, domethënë, nuk dhezin veç ato temat pa lidhje ose që nuk kanë kuptim. Po edhe diçka mirëfillt hec përpara. Unë e kom po që komentet e ti janë kryesisht komplet komente pozitive. Edhe sinqerisht është për, do të thotë na nuk jemi shoqni negative që ka njëherë di me vlerësu veten. Qysh është për ty kur i lexon që ato komentet mira? Ti vetë je kështu shumë pozitive? Faleminderit shumë, Maspori, për fjalë, për komplimentet. Me tregu drejt, pëlqejnë shumë, për shkak se kur i postoj nuk e mendoj që dikush ka me komentu, ose dikujt ka me pëlqy një video, po zakonisht kur marr komente pozitive, kam qatë njënjën që, okay, edhe këta e ka njëjtësion, në sensin që na e shohim të bukur njësan veçat sa na jemi të bukur, edhe qysh e kemi na bukurinë mrena me një farë, edhe kur e shoh që ka njerëz që japin komente pozitive edhe dojnë me të shty përpara, e di që ç'më me thonë, e kanë, e shohin. Edhe më pëlqen shumë edhe e vlerësoj shumë. Po është interesante edhe komentet negative janë funny, janë çesharake, nuk janë ose s'paku dejta shumë shpesh që të bojnë ajgore, thojmë ka njerë him veç i këshyrim komentet në TikTok tanë se janë shumë në shtin me kesh, edhe nuk është që ka komente shamje ose diçka fjallë që nështë janë shumë të pahishme. Po, prej fillimit ke qenë njëjta, po? Prej fillimit që je në TikTok? Nuk ke kam lyp flak në herë. Po, okay, po mendoj kështu me content, nuk ke bo ndryshime drastike, me thonë hajtë se që këtë trend e ta ndjeki? Jo, kur, për shkak se vetë nuk është që rri shumë TikTok, nuk është që i di trendet, ka njëherë kur bjerë me punu me në klient që kanë qef me vazhdu me trende për shkak se janë ose diçka, e kam shumë problem se ata i din shumë mirë, une që mirëna me marketing me TikTok nuk di. Po zakonisht e kam qëta që që kam pëlqen qëta e qes, e trendet nëherë nëse më dalim, por nuk është që
Nuk i shoh, po, edhe nuk më shkojnë, menaj që nuk janë Ti gjithmonë stilia. domethënë e ki fokusin që ty të shkon. Po. Mos me dalë shumë prej vetës për shkak se nuk ç'më thonë, është ajo zona e komfortit që secilit na pëlqen, po janë veç do kufi të cilët i kaloj, që e di deri ku shkojon. Edhe që ajo më ndihmon me majt qatë Ritmin. Arbesa, i përmende klientat për shkak se merresh me marketing, se këtu janë videot e tua të TikTokut. Çka ofron Arbesa për këta klient? Më thonë që po dalim tash te tema a freelancing, apo? Tash ti korrigjom, a jam në të njëjtat valë. Në qato që duhet. Pa ditë më ka bu TikToku pak si freelancing, si pjesë e punës freelancing. Po zakonisht çka punoj është ose videot në TikTok, ose videot në profil tamen për me promovu diçka, zakonisht janë kompani ose spaku projekte të cilat janë shumë mu më pëlqejnë dhe lidhen edhe me kontentin tam. Voiceovers, video mujore, do më thonë me një farë mënyre nuk është e caktume. Për freelancera besoj që veç ka ra edhe me po, që nuk është një sen që veç të e bëj. Me një farë mënyre njerëzit vinë, kanë një pyetje, kanë një projekt, edhe mandej unë veç çka moj me bo me qata. Por nuk është kurrë e caktume. Si me TikTok që ashtu edhe me plot, edhe me çdo punë tjetër online është që nuk e ki qatë që që kjo është puna e një muj, edhe unë të nkone bëj qëta, po është ka për kopna. Po, A është e mirë që kjo, dhe më thonë, që kjo ka po kopna një farë forme, që gjithmonë një ndryshim nuk e ki një punë standarde? Bile dje kom diskutu me një bisedë me një shoqe, e diskutu në qëta që kur je në punë full time, e din çka të pret, e din kur e ki pauzën, e din kur e ki pushimin, krejt qëto. Po në freelancing jetë në kohën me një farë mënyre të u shty me vetën, ose të mundu me gjetë një klient këto, një klient atë, edhe që me thonë krytën, jetë në kohën të mundu me marrë diçka. Për mu, për shkak se prej 18 vjetë punoj si freelancere, tash nuk e ndjej mo si presion, po në fillim o kom vështirë, sidomos kur ka ardhur puna ose për puna investim ose diçka, për shkak se kur nuk e den, nështë që ta muj e kam qëtë rogë, e kam qëtë vitem, po tani çka nëse mas disa mujve nuk është ajo siguri. Po për mu është e mirë se më pëlqen dinamika, nuk kam qef me bo shumë ndryshime, në sensin që e du që dinamik, ma përpara kësha nejtin që dinamik, se sa me dal her full time, her si freelancera. Po. Arbesa e përmendëm në fillim pjesën e psikologjisë. Ti me moshë je shumë e re, por realisht sipas këndvështrimit tim shumë arritur, për shkak se me qenë kaq e re dhe me pas, domethënë master të përfunduar, njëkohësisht me ndjekë edhe qasje të ndryshme psikologjike, nuk është punë e vogël edhe njëkohësisht me punu. Qysh po i mrin krejt? Për mua është kam qef, jam person shumë kurioz, kam qef me ditë shumë, me një shumë, edhe me një farë mënyre me eksploru mënyrat ndryshme gjithë shkafet. Qysh bohet, me tregu drejt, nuk është që është e caktume, zakonisht është veç bohen punt, me umbri ajo, me umbri kjo, po menaj që, ose s'pakon që të kam që diçka që më pëlqen, gjithmoni bohet. I gjetë mënyra, gjetë koha, bëhet hapësira që ashtu lidhën punët edhe veç e din që umbri edhe që kjo. Po sfidu se nuk po dia është, veç është lodhë se ka një herë në sensin që kur jetë në kohën jashtë, të në kohën out, me një farë mënyre, që ajo ka një herë veç lodhë. Po për ndryshe është shumë, se di, jem freelancing, jem me një punë online me marketing që është krejt jashtë për psikologjisë, shkon psikologji më sansane krejt tjera, tani kur të kthehësh aty, ti je njëri tjetër, dhe di qysh tjetër qysh i percepton sanët, tjetër qysh mande i sheh njerëzit që punon me ta, është një, se di, i don ma shumë, se cilin san e vlerëson, ose unë s'pako e vlerësaj se cilin san. Arbesa, kthehem për pak, vetëm ta vazhdoj me një blok marketingu.
Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB. Vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtohen në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend. Arbesa, e përmendëm pjesën, fillove veç pak me na tregu, kur shkone për trajnime, edhe kur kthehesh te puna marketingut. Qysh e gjen veten në çto, domethënë pjesën e psikologjisë dhe në pjesën e marketingut. Cila është Arbesa, ma shumë Arbesa, te cila pjesë? Më ke prek tash në psikologji. Me tregu drejt, psikologjin e kom dasht s'po thom prej që një vetën, po prej që kom hinë adoleshenca dhe ja kom nis me ditë diçka, për mu gjithmonë u konë shumë wow. Çdo sen që kom mësu, çdo sen nuk e di, veç u konë diçka që më ka ardhur prej vetës. Nuk di as çush më shpjegoj, është veç e du shumë. Marketingu në anë tjetër më ka ardhur si pahire, veç kom pas nevojë me him punë edhe veç edhe ajo ka ardhur me një mënyrë natyralisht, edhe shumë shpesh kur më thonë njerëzit, a më përpara kisha nejt vetë si freelancer ose ishe marrë me marketing, a me psikologji, nuk është që kisha ditë me zgjedh për shkak se të dyat menoj që mbojnë mua Arbesë. Edhe japin të dyat e japin Arbesën. Nëse isha mirë veç me marketing, gjithë shkon diçka që mungon. Nëse kisha jap veç me psikologji, menoj që gjithë kisha pas synin pak, okay, çka nëse në herë kisha provu TikTok-un, ose në herë kisha provu na YouTube, ose na platformë. Po kështu, prap se prap, psikoterapia është diçka që mu më fascinan, ti e din edhe vetë, këtë anë është diçka me pa një person, një pa thellësin, është nuk shpjegohet edhe nuk krahasohet për mu me asnjë profesion tjetër. Kështu që nëse kisha thonë cila je 100% Arbesë në ashtaj shkon, psikoterapia po është zërë, për shkak se dhe marketingu më pëlqen edhe... Po na realisht nuk jemi kërkush 100%. Po, Gjithmonë kemi disa të kanalizuna ato energji tona në diçka që na pëlqen, ose si të ti në këtë rast marketingu me psikologjinë. E vërtet, edhe në fakt, unë vetë kur jam konë studente dhe kom menu që okej, unë du më bu psikologe, gjithmonë e kom pas që ata që okej, tashti unë do të me vendos, veç psikologji, do të mu kanalizu qëto, mi mësu vetë sanet qëto, por nuk o konë mjaftushëm për mu. Edhe mandej edhe vetë kur kom fillu në vetë zhvillem me psikoterapist, menoj isha garant këta e kam veç psikologji, nuk merren me kurrë tjetër,
Derisa e kom nisë dhe kom pa që ti mundesh me kom psikolog, po mundesh me pas habi këndime. Njëna për supervizorëve teme është këngëtare. Edhe dikush e shet që pas ka edhe shumë sene tjera. Dikush tjetër është fotograf. Psikolog, fotograf. Dikush tjetër merret e vozit kamionin ose aden janë diçka të cilat nështë nuk lidhen heq, po edhe qaj psikoterapeut është njëre. Edhe tash unë e vetë e kom pa që s'ko ka esenca veç me konë një sen, po thjesht që ato që unë e gjej vetën, me që ato më marrë dhe tani qka del qaj është arbesa e vërtet. Jo të mundu me ngushtu me një farë mënyre, me zvoglu. Ka të bën psikoterapia dhe vetë zhvillimet që i përmend arbesa mi pa se ti tha kur shkojnë për trajnime, kur kthena te puna marketingut i shoh njerëz të ndryshe. Qysh ndryshe? Se di, është shumë interesant, për shkak se për shembull shkojmë në një trajnim edhe mendoj që veç jam të mësu teori, jemi të mësu çato teknika, shumë mirë. Kur kthena e vrej një fjalë ndryshe prej dikujt, e vrej një shikim ndryshe, e vrej një pozicion ndryshe. Diqysh ndoket thotë tani njerëzit supervisoria më ka thonë se kur e njeh një person e ruan më shumë. Edhe mas çdo trajnimi që e kam, kur kthena e shoh që që ky person i ka çdo sene që i ka ndodh, i ka çdo dhimbje, i ka çdo sfida, qysh më jone me rujt. Edhe me një farë mënyre une e shoh ma njëri, se sa si veç, me qëtë person unë e punoj, me qëtë person kam më pagu, me këta e kam veç reklamimin ose qka tjetër, tash, ose mdokët mas trajnimeve që i shoh diqysh me i du ma shumë, edhe i ruj ma shumë. Edhe, se dja është njëjtë edhe për ty, për shkak se edhe te je me plot sene. Realisht edhe për mu është e njëjta, edhe pse me kalimin e viteve njëri ndryshon, ndryshimin jam tu e pa edhe te vet jana paraprakisht bisedum për shumë gjana që për shembull ndoshta më herët i kom bo me shumë entuziazëm, kur kom qenë ndoshta në moshën tonë, edhe që kam pas të bëjnë me punën, me zhvillimin profesional, po sot prap i bëj, mirë po me disa ndryshime, për shkak se nuk mund, me disa ndryshime, që as vetë nuk e di arsyen pse. Nëse është ideja me shku me një trajnim, unë shkoj gjithsesi, ndjeki qasje, por kur vjen puna me shku diku 3 ditë, një javë, mu nuk jem e gatshme. Më thonë ka pas periudha kur fëmijët i kom pas të vegjël, edhe unë e kom pas qatë energji dhe qatë dëshirë me shku, me vazhdu, po sot nuk e di pse. Nuk është e njëjta. Nashta pse normal, jeta hec, edhe so ma shumë vite që ki ma shumë përjetime, ma shumë ngarkesa, dhe këto mandej i bojnë që me ndryshu mindsetin i farforme, që shishe gjanat. Qka unë e kom vrejt që kisha desh tash me ndërlidh me ty, me është se kur ti po fol, unë shumë shpesh përgjej veten të vlerësimi njerëzve. Më thonë me i pa njerëz që kë e ka një përjetim. E tash unë jem në një stad tjetër, ku i shoh njerëz, i vlerësoj deri në qatë formë, mirë po gjithmonë prap them çka unë këtu. Për shkak se nashta shumë shpesh jem përfshin shumë situata ma shumë se që është desht, kom thith ma shumë se që është desht, edhe mandej automatikisht me kalimin e kohës, me kalimin e viteve, e sheh që pas kam bu keq krejt qatu, unë i kom bo njerëzve mirë, po ku jem unë tash. Njerëz krejt vazhdojnë me punë të veta, me angazhime të veta, po ti prap mbetesh ti dhe vetja jote. E tash krejt që kjo, ka bo në qëtë stad, mi këqyrë me qëtë sy, pozitiv gjithmonë, ka përjetime të veta, i arsyetuar sjellja qoftë në punë, kur kom qenë, qoftë në familje, gjithkund. E tash, nuk po llogaris që e kom egoizëm. Jo, kufi vetës. Po. A është që kjo dhe për ty, apo nashta ti e re dhe halojnë në atë fazën eksperimentuese ma shumë? Menoj që unë jam halojnë që atë fazën që tu mundu mi zhvillu kufit. E kam tem njët që qësh me thonë, hi shumë thellë të qaj persona dhe qësh me thonë ta njerëzar, pak me dalë,
Po, për që ata është shumë mirë që janë veç zhvillimet edhe që po thuti me eksperiencë, me kohë, për që aha, okej, ja pas ta nisë, okej, nuk është nështë ta që kisha dash me konë, po veç s'paku m'ja nisë pak, për shkak se definitivisht e qanë vetën në rrugë mu djegë. Edhe e keqe me thonë që djegësh, për shkak se është shumë jetu marrë me njerëz, po veç që ke esenca me mbajt kufit, me rujt vetën, me ditë deri ku shkoj on, për mu konë sfit, që tash të munu me përmirësu sa më shumë, po prapë se prapë menaj që është proces. Po, shumë proces, gjithmonë. Se cili e gjenë. A mendon që për njerëz është procesi, a jemi na shoqni që, a mendon në basë që të në përvojave që ti ki qoftë me klient, që jemi shoqni që kemi kufi personal? Menaj që mëj me të folë që kam thëtë mu supervizere. Okej, po gjithsesi. Jo. Jo, menaj që është veç qaja që na jemi shoqni që mas pare kemi shumë familjari, me shumë të afërt, që edhe me një farë mënyrë edhe na mbron prej vujtjeve tjetës, se e dim gjithmonë e kemi me pini kafe dikan, jemi gjithmonë me dikan, po veç që kur ajo të prohet, gjithmonë qanë në munges të kufive dhe të mëse ditë ku nisione, ku mbaran tjetre, deri ku japon, edhe me një farë mënyrë deri ku e qeson e vetën. Po menaj që, sidomos kohët e fundit edhe gjeneratat e reja që isha janë shumë deri qëtu shkajon, nuk e lejoj vetën me ma kalu kufinin, e shumë nështë edhe të vetja, unë dalaj me familjarët e mi, sa ata janë shumë ma të afërt nështë, e une që ja kom njës pak me dalë prej qësoj dukna që arbesa po ka qef me najt vetë, ose arbesa kufite, arbesës privatësia, kështë ashtu. Po diqysh e di që është me generata po shkon të ndru, që une menaj që është mirë, për shkak se vynë, se cili me ditë ku e ka të vetën, po menaj që është interesant me pa prej syve të familjarëve, që perceptohet, sidomos në shoqërinë në Kosovë. Po, sa ndikojnë veç zhvillimet arbesa që ti me njoft veten në kuptimin e raporteve me familjarët, ose në raporte me veten, se ka njëherë nuk është bashkë e letë mu ballafaqu me do realitetet tona, nuk është gjithmonë që kemi, më thonë, duhemi me pas përjetimet këqija, po janë situata që fëmija ndoshta ose gjatë kohës rritjes, shkolla, shoqënia, shumë qka. Qysh është për ty me hynë qatë brendësin e vetës? Shumë. Me një farë mënyre, tash më doke që ja kom njës me pa do anë, që nështë atëhere jam konë shumë ma vetjake, në sensin që e kom pa vesh perspektivën tem, po tash e shoh mamin, e shoh babin, e shoh vllaun, motrën, se cilin familjar që janë, edhe ja u shoh edhe sfidat aty edhe e di që krejt pas kanë rrjedh prej diçkafit. Po çka është mas interesante është që e shoh që çdo sen tash ti e din që lidhet çdo çka jemi na sot, lidhet me fëminin, që na ka ndodhur, edhe me një farë mënyrë që na e sjellim që ato edhe në jetën reale. E është shumë interesant që kur vinë do situata, unë jam arbesa, kam 26 vjet, jam turbo terapiste, çështë, kur ndodh diçka në situatë në familje, kthehena në 5 vjet. Edhe gjithëm është e pabesueshme që kthehemi, që jemi çështë që unë po eci, po ndodh në situatë, po kthehena krejt sikur mos me pas mësu kur gjë. Po tani gjithmonë e sheh që ata që kthehesh ndryshe, je ndryshe, sheh për te qasaj 5 vjeqarës, edhe është e bukur, normalisht në fillim, besoj dhe në vetë fillimi është shumë majron, për shkak se i shedon që s'ki qef, edhe do të mi pranu dhe realitetet që s'janë edhe qaq të leta mi përbi, po tani, me një farë mënyre është gjithmonë që ajo s'kisha dasht me zgjedh, me kon tjetër kush, me arë prej tjetër kujt, edhe me pas jetë tjetër. A di që më kujtove një dit, ishim jo në terapi, po jashtë, edhe një terapist më tha, nuk e di që thash, unë e tha, ti e tha qështo. Unë e di që është realiteti jemi, një cilësi e caktune, po që mu nuk më pëlqen, e tha, të lutem mos më thuj. Dhe më thonë, e kom thonë shumë instinktivisht, që njeri ka njëherë qëtojen që ato njohja me veten, ku ti ishe do gjona që nuk janë të mira, po
Edhe me ta thonë dikush veç. Po, me ta thonë dikush veç ta rëndon ma shumë, po prap është kjo e mira që, më thonë, ti ballafaqohesh me veten edhe, mundet më kun që atyre, po më bën mu me reflektu ma ndej, që se njerë zakonisht për shembull mendojnë që psikologu është ai që ta përgdhel ego një farë forme. Edin, domethënë gjithmonë duhet e ki mirë, duhet aty realisht është një farë lufte që duhet mu luftë në kuptimin e mirë për të mirën tonë, që na mu ballafaqu me çto gjona. E vërtet, ka një herë, se edhe në trajnime, ta përplas, supervizire, dhe të vishtu, wow, që kjo djegë, po kur të shkon në shtëpi, e sheh që ata edhe ta jep që me thonë një perspektiv tjetër. Ama po, veç që menaj që prapë është edhe një balancë edhe i qësaj. Na shumë shpesh e diskutojmë sidomos me kolegët, struktura e karakterit, analiza e karaktereve, edhe është shumë lehtë me u klasifiku personat në do kategori, edhe për mu që ajo është shumë limituse. Nështë unë kam një tipar, po nuk mund është me më thonë ti je qështu se ti nuk e den ma mirë se unë, me një farë mënyre. Menaj që njëjtë është edhe me klient. Kërkush, unë si terapistën e moj mi tregu qka unë e menaj, ose moj mi abo do pyetje që aj me më tregu mu të vetën, po jo me një farë mënyre unë me thonë ti je që kjo, ti bën qështu se para 20 vjetëve të ka ndodhë që kjo. Për shkak se me një farë mënyre unë pja tregoj realitetin e ti, kur unë se kom jetu qatë realitet. Me kolege i diskutojnë shumë shpesh për shkak se qësh është kjo se cila shkollë terapisi ka ndryshe, dikush të thotë ti je qështu, dikush të thotë jo, ti më ka zënë qka je, po unë veç e vrej që edhe me klient, edhe me njerëz, diqysh kur vjen që kjo me dash me klasifiku, unë mënuna shumë murujt, për shkak se profesionalizëm është murujt. Menaj që edhe e rujnë vetën mandejna, po edhe përgjithësia mbet të persone. Është e jotja, edhe ti kur ti e gati me një që atësan ki me një, ose ki me pa që ata. A mendon Arbesa që TikToku, se kur po mbetet që kjo, kom diskutu dhe në epizodat më hershëm me musafir që i kom pas, më thonë, sahër po në mbetet diçka në atë përgjithësin tonë, një farëforme ka tendenca me eskalu. A mendon, po, a kemi tendenca a mendon që duhet me pas kontrol, çka postohet për shembull shteti jonë, me pas një mekanizëm se çka njerëz me pas diçka të limitune, çka postohet ose çka thuhet, edhe pse është shumë e vështirë, mu bo, sidomos për nesh, po a mendon që duhet me qenë, apo njerëz duhet me qenë të lirë mu shprej qashtu? Nuk e di për faktin që menaj që se cili për derisa TikTok është i hapun për krejt, tash për fjasim për TikTok, po është për se cili në rrjetë social, se cili e ka qa drejt me postu, edhe për mu gjithmonë është ajo individualja, për derisa një person është okej me postu qatë content, qka do që është në përgjithsin e ti. Tash, a mundet më kontrolu, nështë a mundet më kontrolu prej personit, ose mundet me pas politika, ose qka do tjetër, po nuk e di në sensin që nuk unë e moj me të tregu për vete çka mundona me rujt, çka mundona me majt, po për të tjerët prapse për gjithmonë që ajo çka nëse mund është ta pengon një sen që dikush e ka postu, po 500 veta e shohin shumë dims. Ose çka nëse mund duket budallaki, diçka që dikush e ka postu, po nështë 1000 veta knoqën të kesh me qasana. Aden është shumë, nuk është veç një realitet, me një farë mënyrë, nuk është veç një e drejtë. Janë plot edhe nuk mundu me mu përcaktu veç në bazë dikujt që ka i pëlqen. A mendon ndonjëherë Arbes kur poston TikTok për ndikimin që e ki ti tek njerëzit? Kur e mendoj, mundona me konë në që ata që shpresoj që është pozitiv, shpresoj që është të e ndimu dikan, ose s'paku që dikush e sheh, shpresoj që e sheh qaj që ka nevoj me po. Unë nuk postoj këshilla psikologjike ose diçka t'tillë, po postoj proceset mia, kur unë jam kom keq që kom bo, kur që kam ndihmu mu, që shumë kom dalë për një situatë ose diçka tjetër. Edhe kur i kom postu ato,
me një farë mënyrë kur mas e kom bo post, gjithmonë janë konë ja 5 minuta që kom thonë, qka nëse që kjo është seni ma i panevojshëm bo, qka nëse kërkush jo like, po s'kam një dok kur gjë interesant, po tani vështë edhe nëse vish një njëre e shë dhe thot, okej, unë e po ta nevoj për qëta, e ka kry qëllimin e vetë, me një farë mënyre. Kështë që e mendoj edhe kisha pas qef me konë dikem pozitiv, jo me lëndu dikan, jo me qelë tema cilat e prekin dikan për shkak se ball faktor negativitet. Po. Arbesa, regjia më ka njoftu që kohën e kemi në përfundim. Unë shumë u kënaqa edhe besoj shumë që kemi me pas njerëz kaq të kujdesshëm, cilët kujdesen për audiencën, pavarësisht faktit që se kur arrin njeriu një nivel të shikueshmërisë, shumë gjasa ka që do thotë me humbë dhe balancë jetësor që na shohim në përditshmëri, po shumë mirë që ke arrit me e majtë dhe vazhdon me pas kujdes, e shpresoj shumë që ka me pas shumë si ti, të cilët kanë me u kujdes për njerëz, dhe nuk kanë me shiku veç klikimin. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën, edhe për në mes s'po di sa orë jem vogël që ka qenë shumë mirë, edhe turoj ty suksese dhe shpresoj që veç vazhdon me këtë podcast se di unë vete e ngaj edhe i këshyri edhe më pëlqen shumë edhe faleminderit shumë. Turoj shumë. Shumë faleminderit Arbesa, ka shumë kënaqësi. Gjithashtu, faleminderit. Mirupafshim në episodin e radhës.